Prokuroria e Fierit ka çuar për gjykim dy vëllezërit Kreshnik dhe Agim Gashi, të dyshuar si autor të vrasjes së Erion Javorit më 7 dhjetor 2023. Sipas njoftimit të prokurorisë, Kreshnik dhe Agim Gashi akuzohen për kryerjen e veprave penale, vrasje me paramendim, kryer në bashkëpunim dhe armbajtje pa leje dhe prodhim i armëve shpërthyese dhe i municionit. 3 personat e tjerë janë Recep Puka, i akuzuar për kryerjen e veprës penale për krahja e autorit të krimit, shtetasi me iniciale AL, i akuzuar për kryerjen e veprës penale mos kallëzimi krimit dhe shtetësia me iniciale EX, e akuzuar për kryerjen e veprës penale, deklarimi i rem përpara oficerit të policisë gjyqësore. Elton Javori u ekzekutua më 7 dhjetor të vitit 2023 në makinën e tij Porsche Cayenne, e cila u identifikua nga familjarët e tij pak metra larg banesës së tij në lagjen 16 prillin në Fier, ku autori Agim Gashi, i cili njihet edhe me emrin Agli, filloi me pistolet Javorin. Ky i fundit ishte kundër përgjigjur me armë zjarri ndaj Agim Gashit dhe vëllait të tij Kreshnik Gashit, por njëri prej plumbave të pistoletës së Agim Gashit ka rezultuar fatal për Javorin, pasi e ka qelluar atë në kokë. Pista e konflikteve banale ishte shkaku që çoi në ekzekutimin e Javorit, pasi të dy, viktima dhe autori Agim Gashi, më parë kishin patur një përplasje mes tyre, që me sa duket kishte mbetur e pasqaruar. Viktima në Fier është nipi i Medi dhe Demir Backës. I pari, Medi Backa, i njohur si antar i bandës së Fierit, u vra në vitin 1997 në masakrën e Levanit me 23 viktima, kurse Demir Backa u eliminua me Kalashnikov mbrëmjen e 23 tetorit 2021 në qendër të Fierit.